Për të parë në fakt se si do të reagojnë edhe ditën e nesër me organet e drejtësisë, duke patur parasysh se protestuesit e arrestuar dalin për masa sigurie, se kaq pak pritet që të vërë nën hetim edhe 5 drejtuesit e PD-s që akuzohen për nxitjet fëmijëve në dhunë. Megjithatë, Parlamenti sot, zoti Çupi pati dhe një moment tjetër shumë të rëndësishëm dhe kanë parasysh miratimin e rezolutës kundër Hagës, edhe aty vota e Berishës nuk kishte, pavarësisht se kishte 13 vota pro nga ana e grupit parlamentar demokrat. Ju bëri përshtypje diçka e tillë, duke patur parasysh se ka në thelb edhe historinë e Kosovës? Ka histori shumë të trisht kjo gjë. Sa për histori, partia e Berishës, Berisha sigurisht në krye nuk ka votuar asnjë rezolut pro Kosovës, që nga dita e konferencës Rambujesku, përfundimisht u vendos që Kosova të shlirohet nga forcat e NATO-s. Këtë rezolut nuk e ka pranuar, Sali Berisha nuk e ka votuar. Nuk ka pranuar që Kosova të fitoj pavarësi. Madje ka luajtur të gjithë gurët deri në shtëpinë e bardhë që Kosova të pranojë vetëm autonominë. Nuk ka pranuar asnjë nga rezolutat që ka paraqitur Partia Socialiste herë në opozitë, herë në pushtet për Kosovën. Është autori që ka burgosur i pari para gjykatës së Hagës, ka burgosur Hashim Thaçin, ka burgosur Ademir Sharin, ka burgosur aktivistët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe ka ndjekur me porosi nga Beogradi, kanë ndjekur të gjithë aktivistët e ushtrisë së Kosovës që ishin në Shqipëri, sepse në Shqipëri njihet botërisht se ishte qendra kundërvitesh dhe ku bëheshin gati për luftë. Dhe vim tek momenti më i fundit që njeriu do të jetë përveç se i keq, përveç se antikombëtar, do të jetë dhe jo shumë i mençur të votoj kundër në sy të gjithëve, të votoj kundër kur gjithë shqiptarët kudo në botë kërkojnë lirimin e tyre. Për shkak të ndjeshmërisë që ka kjo çështje. Po pikërisht. Atëherë çfarë ndodh? Kjo të jep shihen se ky njeri është i përdorur përveç se likësia personale, është i përdorur nga një dorë. Çfarë bën shërbimet sekrete të vendit? Çfarë bëjnë institucionet e tjera të zbulimit të krimit? Kjo është e para. E dyta, çfarë ju thoni, sot ishte dita kur, vërtet ishte një ditë interesante kur mblodhen disa prova se për të vënë gishtin mbi tradhtarët e kombit. Thuaj se është harruar kjo fjalë, sepse njerëzit mendojnë se po thonë një gjë të egër duke thënë tradhtar i kohë. Sot ishte vetë akti i Sali Berishës, ishte një kryetar i njerëz nga partitë që ishte aleat i zoti Shej, që tha që deklaroi se Sali Berisha është tradhtar i kombit. Ishin deputetët e majorancës që i thanë se ke tradhtuar kombin dhe se ke bashkëpunuar me Serbinë. Dhe është një fakt interesant. Shikojeni sa vërtet treguese është. Sali Berisha e përdor flamurin kombëtar për të lajmëruar luftën kundër popullit shqiptar. E keni vënë lëvizjet e tija në protesta, lëvizjet me flamur janë sinjale se duhet filloni të shkrehni armë kundër njëri tjetrit. Kthehemi tek ushtria shërimtare e Kosovës, e cila realisht sulmi që po i bëhet ushtrisë shërimtare të Kosovës nuk ka thjesht për target, për synim, thjesht 4 burra që janë atje. Ka gjithë historinë. Përveç se historisë ka një të nesërme. E nesërmja është, nëse do të ndodhë, dhe do vazhdoj ky sulm, e nesërmja është në pikpyetje të madhe. Në radhë parë është e nesërmja e Kosovës, të cilës i hiqen themelet. Dhe ndërkohë sulmohet Amerika si dëshmitare se nuk ka krime, siç e keni vënë re nga një prokuror i caktuar. E dyta, sulmohet dhe vihet në rrezik, realisht në rrezik, integriteti i Shqipërisë. Shqipëria është shumë e lidhur me këtë gjë, po përveç se është shumë e lidhur, nëse sulmohet në mënyrë barbare dhe të padrejtë Kosova në atë mënyrë,